Të dashur shqiptar, emri Iliria është përmendur 8 herë në veprën Argonautika të poetit Apollodoros, nga ishulli Rodos. Vetë emri këtij poeti ka kuptimin dhurata e diellit e Apollos, dhe Rodos gjithashtu ka kuptimin trëndafil, ishte përfaqësimi i diellit ose i rrufes së diellit. Gjë më të bukur nuk ka. Pema e jetës është në fakt pema e rrufeve, me trëndafila. Trëndafilat ishin rrufet, dhe Rodos do thot trëndafil. Në Rodos ishte një monument gjigant i Apollos, mrekullia e 7 e botës. Apollodoros shpjegon krijimin e popullit i lirë, si u kriju ai. Sipas tij, populli i lirë është krijuar nga pasardhësit e Medeas dhe Jasonit, të cilët u vendosën pikërisht midis Dalmacisë dhe Dardanisë. Jo vetëm kaq, por Apollodoros ka bërë hartat e atëhershme të Ilirisë. Kjo poem lexohet nga romakët, rikrijohet edhe një herë kjo poem nga një autor me mbiemrin Flakus. Valerius Flakus bën një poem të jashtëzakonshme, Argonautika në gjuhën latine, dhe ai thotë që populli i lirë është quajtur Nestai. Emri Nestai nuk përmendet fare në poemën e Apollodorosit. Kur? Një gjë tjetër thot Valerius Flakus. Malet Keraonia, që do të thot vetëtimat në gjuhën helene, ai i quan malet e Kaukazit. Kjo nuk është në veprën e Apollodorosit. Pra ç'bën ky? Ka sjellur emrin e maleve të Kaukazit nga Azia, vendi slavëve, në Kaukaz, e ka sjellë si toponim ky autor latin. Dhe këtë se di njëri, janë botuar hartat të bazuara në poemat e Valerius Flakus, Argonautika. Po të gjithë emrat që përdor ai nuk janë në veprën e Apollodorosit, në origjinal. Vepra e Apollodorosit është botuar në shekullin e 3 para erës sonë. Vepra e Flakusit, Romakut, është botuar në shekullin e parë të erës sonë. I ndan 400 vjet. Një krijim me tjetrin kanë të njëjtin emër, por toponimet që fut poeti romak nuk ekzistojnë absolutisht fare në origjinal. Harta e Apollodorosit është krejt tjetër nga harta e autorit romak. Përse ka ndodhur kjo? Sepse në Iliri janë vendosur toponime të reja që kanë dalë nga koka e këtij autori romak. Emri Taulanti është futur nga ky autor romak. Pastaj ka hyrë në literaturën helene si fis i lirë. Dhe tani do të sqaroj një gjë. Fjala fisi vjen nga helenishtja physis, ku y është bërë i. Ka hyrë në greqishtën e vonë, fjala fisi. Por nuk ka kuptimin e fisit. Fjala fisi në gjuhën helene është fyle ose fili. Kjo është fisi. Ndërsa fisi në gjuhën helene në origjinal ka kuptimin origjina. Është një emër abstrakt që do thotë qenia, ekzistenca. Fjala fisi përdoret në enciklopedinë e Bizantit me kuptimin origjina e një populli. Dhe për ilirët ka me 10 motërzime të origjinës së ilirëve. Çdo poet helen dhe latin ka dhënë një variant të tij të fjalës fisi për ilirët. Sepse nuk dihet historia e ilirëve, nuk është zbuluar kur, as e helenëve. Për të njëjtën popullsi ka emra të ndryshëm. Fisi
në literaturën helene nuk është përdorur kur në kuptimin tribu, asnjëherë dhe as sot e kësaj dite. Fjala fisi në gjuhën helene është fyle, fili. Kur duan thonë fisi, konkretisht, një tribu. Pra shqiptarët e kanë keq interpretuar literaturën e Bizantit. Fjala fisi është futur nga rilindasit në gjuhën shqipe. Nuk ka ekzistuar fjala fisi, është futur nga greqishtja në shqip. Është futur nga greqishtja e vonë. Mbas shekullit të 15 të dashur shqiptar Pellazg nuk ka kuptimin fisi, kjo fjalë. Do të thotë qenia, origjina. Dhe çdo poet grek ka një variant të tij në kokë për origjinën e ilirëve. Të gjitha këta emra nuk janë fise. Për shembull, Aristofani quan ilirët Kelidoni në veprën e tij Zogjt. Ai nuk thot një fis konkret ilir, e kuptoni apo jo? Me kufi. Të gjithë ilirët ishin Kelidoni që klithnin me klithmat e dallëndyshave në veprën e tij Zogjt. Është një figurë letrare, Kelidoni, për ilirët, do të thot ata që flasin një gjuhë të pakuptueshme, si dallëndyshët. Dhe ky fis ekziston vetëm në Iliri, por në kokën tonë dhe në hartat e Wikipedias. Si janë formuar hartat e Wikipedias dhe më herët hartat e Enciklopedisë Britannica? Janë krijuar kështu. Të gjitha hartat e veçanta të gjitha autorëve grek dhe latin janë bivendosur mbi njërin tjetrin. Dhe janë vendosur kufi të përhafërt fisesh që nuk ekzistojnë. Pra fjala fisi do thot kombi, qenia. Dhe të gjitha këto fise janë variante të ndryshme, motërzime, shpjegime të origjinës së ilirëve. Pra çdo fis ilir është një shpjegim i autorëve helen që janë me qindra. Për paralelizëm, po të hyni në Facebook, në rrjetet sociale, do gjeni 63.000 poet shqiptar. Në këtë moment, shumëzoje ti këtë, nëse shkruhet gjuha shqipe për 2000 vjet, siç është shkruar gjuha helene për 28 shekuj, pra 3000 vjet. Gati 3000 vjet. Pra shumë fishoje 63 poet me 3000 vjet, se sa poet do të dalin, me mira poet. E pra të gjitha këto shpjegime për ilirët janë shpjegime të veçanta të një populli të vetëm. Dhe kur e kuptova unë këtë gjë, kur po lexoja Iliadën që ka disa shpjegime për ilirët trak, disa emra. Dhe Homeri thot se ç'kuptim kanë këta emra. Në asnjë poem të botës, në asnjë krijim letrar, nuk shpjegohet origjina e fjalëve. Vepra e Homerit është një traktat etimologjik i shkruar, nuk është poezi rapsodësh siç kujtojmë ne. Kur thon profesorët e Oxfordit që Homeri në zëgjumi e kanë fjalën për 3/4 e veprës së Homerit, ku janë shpjegime etimologjike për fiset ilire. Por jo një fis i vetëm, janë variante të ndryshme të njëjtit popull. Fjala fisi në gjuhën e Homerit do thot origjina, dhe ai thot që ka origjina të ndryshme Homeri. E kuptoni apo jo? Nuk janë fise me kufi të ndarë nga njëri tjetri. Dhe këtë do t'ju ilustroj unë tani me hartën që ka bërë për ilirët. Pikërisht, autori Flakus, autori latin. Dhe do t'a shikoni ju me sytë tuaj, dhe do të merroheni nga ajo që ka ndodhur. Shikoni një moment se si shpjegohet origjina e ilirëve nga poet që nuk e kanë idenë për ilirin dhe s'kanë qenë kurrë në Iliri. Thjesht kanë lexuar poemën e Apollodorusit, e kanë interpretuar atë në kokën e tyre dhe kanë nxjerr origjinën e ilirëve dhe fisit më të vjetër ilir, tani do ta shikoni, sipas autorit latin.
Të dashur shqiptar, kjo është harta e autorit latin Flaccus për Ilirin. Nuk përmendet jo vetëm Iliria fare, nuk ekziston, sepse kjo është harta primordiale e krijimit të popullit ilir sipas tij. Nga që ai kishte një obsesion, një fiksim në kokë me veprën argonautika, sipas tij nuk ekziston populli ilir. Në një kohë që Iliria ishte e pushtuar nga romakët dhe ekzistonte provinca e Ilirisë, ai e mohon Ilirin komplet, krijon hartën e tij në kokë, është një turbo latin, turbo helen. Kemi të bëjmë me Latinopithecus. Është një majmun, një poet latin që se ka iden për Ilirin dhe thotë që Iliria nuk ekziston, sipas tij, shikoni hartën me kujdes. Ekzistojnë malet Keraunoi, që do thonë vetëtimat, është një koloni helene që përmendet në veprën e Apollodorusit, i cili gjithashtu e ka shpikur këtë fjalë. Nuk ekzistojnë malet Keraunoi. Pra është një emër helen dhe ngjit me to janë 3 maja që quhen malet e Kaukazit, ose më sakt shkëmbinjtë e Kaukazit. Në latinisht këto quhen Kaukasi Scopuli. Skopulia është një fjalë helene, do thotë shkëmbi, 3 shkëmbijt. Dhe këto nuk janë asnjë hartë të botës, vetëm këtu. Ai ka quajtur këto 3 shkëmbijt të Kaukazit, sepse në veprën e Apollodorusit, nga Kaukazi kthehet Medea dhe Jasoni. Pra, ilirët as që kanë ditur kur, as ju, as njëri në botë, tani po e merrni vesh për herë të parë, që malet e Dardanis quhen malet e Kaukazit. Ju betohem. Në vend të Ilirisë ekziston fjala ngjall, enkelej. E shikoni? Pse? Sepse motivi më i vjetër për krijimin e Ilirit është që ai është djali i Kadmusit dhe i Harmonias. Dhe është ngritur gjoja një monument. Monumenti që shikoni ju këtu, të dashur shqiptar, janë monumente me gur ciklopik të krijuara në Kinë, të krijuara në Australi, të krijuara në Amerikën e Veriut dhe të Jugut, janë mure gjigande, mure ciklopike me një mosh, sipas izotopëve të karbonit, mbi 10.000 vjet para erëson. Ju betohem. Dhe këto mure ciklopike ai i quan monumentin e Kadmit dhe Harmonias. Pra, duke mos ditur se si u krijuan ato, ai nuk dinte gjë fare për njeriu parahistorik. Dhe për këto monumente gjigante që edhe sot e kësaj dite nuk shpjegohen akoma, ai thotë këto janë monumentet e Kadmit dhe Harmonias. Në breg të detit janë gjetur këto monumente. Dhe kjo është arsye që quhet Lisus, tashti u kuptua. Kjo është pranë Lezhës. Pranë Lezhës janë gjetur këto mure ciklopike dhe pranë Durrësit, të dashur shqiptar. Kjo është arsye që Lezhë quhet Lisus, gur i lëmuar. Kjo është çmenduri. Kombi më i vjetër sipas tij është kombi Nestaei, nga lumi Nestis, që nuk përmendet fare në veprën e Apollodorusit. Ai nuk e ka idenë që ekziston lumi Nestis. Pra është një toponim shumë i vonë, i krijuar në kokën e këtij poeti. Pra sipas tij, nuk ekziston as Dyrakioni, as Aulona, fare. Ekziston vetëm Orikumi sipas tij. Ky është qyteti më i vjetër në kokën e tij, porti i Orikumit. Kjo është për të qartë, është një gjë kaq e tmerrshme kjo që ka ndodhur. Sipas tij nuk ekziston absolutisht asnjë qytet i lirë. Në një kohë që Iliria ekzistonte, ishte koloni romake. Ai thotë, ekziston vetëm monumenti i Kadmusit dhe Harmonias, që quhet Guri i lëmuar, Lisos në helenisht, pranë Lezhës dhe Durrësit. Dhe ekziston kombi Nestai tek lumi Nestis. Dhe ekziston mali i Kaukazit sipas tij, për shkak se Medea dhe Jasoni erdhën nga Kaukazi. Ja do t'ju tregojmë tash ku është sipas tij origjinali i Kaukazit.
Dhe ja ku e keni para syve tuaj, origjinali i Kaukazit është pikërisht në Rusi, sipas tij. Dhe për shkak se nga Kaukazi u kthye pikërisht Jasoni dhe Medea, sipas poemës së Apollodorosit, ai ja vë emrin Dardanis, shkëmbin të Kaukazit. Këtë nuk e din as grekët vet, nuk e di njeri, është krijimi i këtij autori latin dhe janë botuar harta me malin e Kaukazit në Dardani. E pra, shqiptarët sot do shqyejnë syt. Këtë hartë ka parë Fredi Beleri, të dashur shqiptar, dhe ka deklaruar në televizion shqiptar që shqiptarët vinë nga Kaukazi. Janë habitur jo vetëm shqiptarët, janë habitur grekët. Ç'thot ky njeri nga Kurveleshi, Fredi Beleri dhe antarët e Partisë të Drejtat e Njeriut, që në fakt quhet Partia e Bashkimit me Greqinë në origjinal, e cila ka futur deputetët e saj bashkë me Partinë Demokratike të dashur shqiptar, që është tradhti kombëtare, këta grek që janë nga Kurveleshi, shqiptar të helenizuar, kanë parë këtë hartë romake, jo greke, në të cilën merret emri Kaukazit dhe vendoset në Dardani, po kjo nuk gjendet as në veprën e Homerit, në shekullin e 8 para erës sonë, dhe as në veprën e Apollodorosit në shekullin e 3 para erës sonë. Kjo gjendet në shekullin e parë të erës sonë në veprën e Valerius Flakus. Madje emri Taulanti vjen pikërisht nga Kaukazi sipas Flakusit. Taulas ishte një mbret në Kaukaz. Prandej vjen populli Taulanti. As populli Taulanti nuk përmendet në veprën e Apollodorosit. Ky është një tmerr i vërtet. Të dashur shqiptar, Nestis do thot rrjedh ujë. Është emër i lirë, sipas autorëve të lashtë. Është krijuar nga autorët romak. Ky emër është gjetur si emër lumi në Thrak, në Thraki, është vendosur si emër lumi nga ky autor latin në hartën e Ilirisë. Por nuk ekziston ky emër lumi në asnjë nga hartat e lashta helene. Fare. Dhe as në hartën e krijuar mbas veprës së Apollodorosit në Rodos. Ishull grek. Veprën ai ja kushton Apollos, ky poet grek. Ai s'ka qenë kurrë në Iliri. Por as poeti latin nuk ka qenë kurrë në Iliri. Poeti latin ka krijuar popullin ilir Nestiai. Nuk ekziston, është në kokën e poetit latin. E kuptoni apo jo? As lumi Nestis nuk është përmendur në veprën e Apollodorosit, as populli Taulanti nuk është përmendur aty, as fisi Kelidoni, fare. Në veprën e Apollodorosit përmendet vetëm Kadmos dhe Harmonia. Pikërisht, ky autor latin shkon tek këto monumentet me gur ciklopik, pranë Durrësit dhe Lezhës, janë dhe sot e kësaj dite, janë monumente të epokës së gurit, me një moshë 10.000 vjeçare të paktën. Të tilla monumente janë gjetur në Kinë, në Australi, monumente gjigante me gur gjigant. Dhe nuk di se si janë ndërtuar edhe sot e kësaj dite. E ky thot, ky është monumenti i Kadmosit dhe Harmonias, ky poet latin. Dhe vendi quhet Lissos, guri i lëmuar. Çmenduri. A kuptoni apo jo? Të gjitha janë çmendurira, ha? Dhe tani, çfarë ndodh? Harta e krijuar për Kolkis në Azi, në Rusi. Atje ku ishin malet Kaukazi, ai e merr këtë mal dhe vendos si emër në Dardani. Po se di njeri, askush deri më sot. Në këtë film që po bëj unë për ju tani, krejt rastësisht e kam zbuluar. Nuk ka mal Kaukaz në Dardani. Këtë hartë i shikojnë antarët e Partisë të Drejtat e Njeriut dhe kanë dalë në për intervista të ndryshme në Greqi, por dhe në Shqipëri për ardhjen e shqiptarëve
nga Kaukazi, sepse ekziston Mali Kaukazi. Unë nuk e dija që thoshte ky minoritar, për çfarë kishte fjalën, për çfarë Malit Kaukazit në Iliri, që nuk ekziston në asnjë hartë helene, është në hartën latine të shekullit të parë të erës sonë. Dhe unë e gjej këtë krejt rastësisht duke kërkuar pikërisht fisin Taulanti, që nuk është gjithashtu fare në Iliri në hartat e lashta. Është krijim i autorëve romak për mbretin Taulas në Kolkis në Rusi. E kuptoni çfarë ka ndodhur? Çdo poet romak, çdo poet helen ka bërë një hartë, po pa u thuar fare. Harta të mbështetura mbi nimfa, mbi perëndi, mbi zota që ata si kanë parë kur janë thjesht krime poetike. Një autor mbështet mendimin e tij mbi një autor tjetër. Shtresë mbas shtrese është krijuar një piramid toponimesh dhe hartash që mbi vendosen mbi njëra tjetrën, dhe kur i vendos mbi njëra tjetrën, të duket sikur krijohen tribu ilire. Dhe kjo dallohet shumë lart, shumë bukur me këtë hartën e Valerius Flakusit. Pse? Sepse në këtë hartë është vetëm Orikumi, është monumenti i Kadmosit dhe Harmonias, që është në fakt monumenti i epokës së Gurit, është lumi Nestis dhe fisi i lirë Nestai, dhe është mali Keraunoj, që të thot vetëtima, dhe pranë tij është mali i Kaukazit, që ai ka vendosur, ky poet latin. Asnjë poet grek nuk thot që ekziston mali i Kaukazit në Shqipëri, në Dardani. Në fakt nuk është mali, janë 3 shkëmbi. Janë krijuar në kokën e tij. Duke parë hartat më të vjetra të Kolkis në Rusi. Të dashur shqiptar, para syve tuaj kemi emrin Nestos ose Nestis, kur lindi për herë të parë, është një emër helen, i pastër. Nuk ka fis i lirë Nestis. Nestos ishte një qytet dhe lum në Iliri, sipas Artemidorus. Ishte një poet helen i cili ja dedikoi veprën e tij Artemisës. Ky është një krijim i tij në kokën e tij gjithashtu. Nuk ekziston fisi Nestis, të dashur shqiptar. Çfarë ndodh? Kjo fjalë futet në fjalorin e gjuhëve indo-europiane me rënje 1358. Dhe kjo shpjegohet nga unë, dhe unë isha i bindur që ilirët ishin një popull i vërtet. Emri Iliria, që do të thot banori i Lionit, populli Nestis, janë shpikur mbas shekullit të 3 para erës sonë. Sepse në shekullin e 3 para erës sonë, ky emër nuk ekzistonte në poemën e Apollodorusit. Pra emri Nestos, Nestis, Neda, këto emra në Hellad, që duken si emra pelazg, janë emra helen të gjithë, kanë kuptimin e rrjedh ujë. Dhe janë vendosur këto në Ilirinë e Veriut kur u ngritën atje koloni helene, të dashur shqiptar, po mbas shekullit të 3 para erës sonë. Para kësaj date nuk ekzistonin këto harta, nuk ekzistonin këto emra fare në asnjë nga poetët e lashtë helen. Pra janë emra të mbivendosur në hartën e Ilirisë, por në kokën e autorëve helen dhe të autorëve latin, po mbas shekullit të 3 para erës sonë. Të gjitha këto popuj me këta emra janë të shpikur. Shqiptarët nuk e kishin idenë që ekzistonte populli Nesti, Nestiai, deri në këtë moment që po bëjnë këtë film tani. Kjo është një lemëri e vërtet të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, në këtë Grack kanë rënë, në këtë kurth, autorët më të mirë gjerman dhe austriak. Ata kanë krijuar popullin ilir, nuk ekziston populli ilir. Ilirishti quhet gjuha e banorëve të Ilionit në veprën Triptolemus të Sofokliut në shekullin e 5 para erës sonë. Ky është ilirishti. Gjuha e variantit jonik.
Do ta shikojmë në filma të tjerë. Ky është tmerr i vërtet, nuk ka popull i lirë, nuk ka gadishull i lirik. Ky koncept, iliria, është shpikur për emrin e Danubit që quhet Iler. Nga keltët. Danubi quhet Iler. Dhe sipas Apollodorosit, ky emër quhet Istria. Dhe janë dy Istria. Njëra është në Iliri, koloni helene, dhe tjetra është në Kolkis, koloni helene gjithashtu. Emri Istria do thot lumi shpejt. Është emri i Danubit në helenisht. Nuk ka gjuhë ilire, kuptoni apo jo? Nuk ka komb ilir. Kjo hapësirë e madhe e quajtur Iliria është e shënuar me kufi sipas lumit Iler, lumit të Danubit. Pra, Istria është kthyer në Iler, në gjuhën kelte. Kjo është emri i Ilirisë. Ky është emri i Ylianka, gjarpri, lumi i Danubit në mitologjinë hitite. Kjo është çmenduri kjo që ka ndodhur. Bëhet fjalë për lumin e Danubit, Ileri dhe Yliria dhe Iliristi. Përkon me emrin e Ilionit, gjithashtu të Trojës. Ishte perëndia e gjarprit, e cila sulmon diellin. Prandaj perëndon dielli, sipas hititëve. E merr gjarpri. Çmenduri. Pra, përfundimisht, nuk ka popull i lirë, po ashtu nuk ka popull Nestis, Nestiai. Lumi, Nestis dhe populli Nestiai janë krijuar nga poeti helen Artemidoros, dhurata e Artemisës, fjalë për fjalë. Emri i Iliris shfaqet në poemën e Apollodoros. Fjalë për fjalë, emri i tij është dhurata e Apollos. Iler quhet Danubi. Në veprën e Apollodorosit kjo quhet Istria. Janë dy Istria, njëra në Kolkis, tjetra në Iliri. Nestis nuk përmendet nga Apollodoros. Është krijuar nga poet helen dhe romak mbas shekullit të tretë para erës sonë. Këta poet romak dhe helen krijojnë origjinën e ilirëve nga lumi i Danubit, Iler. Dhe emri këtij lumi vjen nga poema e Apollodorosit, ku Ileri quhet Istria. Ka ndodhur një ndryshim fonetik. Istria është bërë Iler në gjuhët kelte, është reduktuar si emër. Kjo është e gjithë çmenduria. Nuk ekziston populli Nestis dhe Nestiai. Është krijim mbas shekullit të tretë para erës sonë. Pra, të gjithë hartat e fisave ilire janë vendosur njëra mbi tjetrën. Çdo autor helen ka versionin e tij për ilirët dhe kështu janë krijuar fiset ilire. Por fjala fisi është krijim shqiptar. Në helenisht fis do thot origjina. Arkeologji është krijimi i Apianit, vjen nga fjala arkeo, e vjetër, logos, fjalë. Arkeologji do thot etimologjia e popujve, fjalë për fjalë. Nuk ka lidhje fare me gërmimin e tokës. Fare. Arkeologët e lashtë rikrijuan origjinën e popujve të mbështetur mbi poema të autorëve më të vjetër, mbi mite më të vjetra. Janë të gjitha përralla. Nuk ekziston asnjë fis i lirë, janë të gjitha variante të ndryshme të të njëjtit popull. Mbi vendosen harta të autorëve të ndryshëm, njëra mbi tjetrën, dhe dalin fisët i lire. Dhe fjala fisi nuk do thot fisi në helenisht, por origjina. Pra ka origjina të ndryshme të njëjtit popull, popullit i lirë. Po dhe vetë populli i lirë mund ta quash popullin e Danubit, të lumit Iler. Nuk ka popull i lirë të dashur shqiptar, është krijim i autorëve helen. Fjala ilirishti, iliri, ilirikum. Nuk ka shqiptar të ketë krijuar popullin i lirë. Kjo quhet Ilyria, në gjuhën helene, që është bërë i në shqip. Nuk kanë krijuar shqiptarët asnjë toponim i lirë, fare. Të gjitha vijnë nga autorët helen,
që i mbivendosin njëra mbi tjetrën variante të ndryshme të ilirëve. Kështu krijuan fiset, që në helenisht quhen fyli, fisi, nuk ka lidhje fare me fisin, që do të thotë origjina. Ky emër fisi është krijuar nga rilindasit tanë, të marë, që krijuan popullin Pellazg, të mbështetur në poemat e Homerit, edhe ata. Tani kanë dalë autor më të shquar shqiptar që thonë që të gjithë emrat helen, të gjithë emrat ilir janë të krijuar nga fjalë monosilabike të gjuhës shqipe. Akoma më të çmendur janë shqiptarët. Numri i tyre ka arritur në 63.000 në këtë moment që po flasun me ju tani. Nesër do bëhen 100.000 shqiptar që mendojnë që fjalët ilire helene janë krijuar nga fjalë monosilabike të shqipes. Pra, në këtë gradë kanë rënë shkrimtarët më të mirë austriak, gjerman. Në këtë gradë kanë rënë antarët e Partisë Bashkimi dhe të Drejtat e Njeriut. Kanë krijuar popullin e Kaukazit mbi hartat të shekullit të parë të erës sonë. Harta romake, jo greke. Në këtë grack kanë rënë shqiptarët që kanë krijuar popullin Pellazg me fjalë monosilabike të shqipes. Të gjithë janë të çmendur. Fjala fisi në helenisht do thotë origjina dhe jo fis konkret, është emër abstrakt. Jo konkret, e kuptoni apo jo? Pra, ky është kalvari i çmendurisë. Në këtë kalvar, në krye të kalvarit janë autorët gjerman dhe austriak, që besonin në origjinën e popullit ilir. Është popull i shpikur. Mbasandaj vinë autorët helen të lashtësisë, secili me variantin e tij të ilirëve. Këto variante mbivendosen, krijon hartat e fisave ilire. Por në helenisht fisi do thotë origjina, jo fis konkret. Pra origjina të ndryshme të njëjtit popull ilir. Pastaj në fund fare vinë antarët e Partisë Bashkimit të Drejtave të Njeriut që krijuan popullin nga Kaukazi, nga kjo hartë që pat ju tani, dhe në fund fare të këtij kalvarit të çmendur vinë autorët e Pellazgjisë dhe të Partisë Pellazge. Kanë ngritur një parti këta idiot që thonë që të gjitha fjalët helene vinë nga fjalët monosilabike të shqipes. Ne jemi në fundin e kalvarit të çmendurisë. Kjo është historia e Shqipërisë, të dashur shqiptar. Shqiptarët janë analfabet. Shqiptarët nuk e kanë shkruar historinë e tyre. Të gjitha këto që ne kemi krijuar, janë krijuar mbi mitet helene për nimfa, lumensh, nimfa malesh, të krijuar në gjuhën helene. Nuk ekziston gjuha ilire fare. A kuptoni apo jo? Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.